E thash që agjërimi për gjithë ata të cilët janë besimtarë dhe praktikojnë fenë islame dhe janë pjesë e iftareve dhe sifyreve dhe kësaj traditës agjërimit, kanë përfitime të shumta që i kemi folur edhe nga nutricionistët, përfitime shëndetësore, por ja që studimet kanë treguar që ka shumë përfitim pozitive edhe tek shëndeti mendor. Po, Sarand, shumë shpesh po dëgjojmë tash edhe në rrjetet sociale për benefitet në aspektin shëndetësor të shkaktuar prej agjërimit, dobit e agjërimit, por ndoshta më pak kemi pa të fol për pjesën psikologjike, për atë pjesën emocionale dhe mendore, mirëqenien psikologjike në përgjithësi. Agjërimi njëjtë sikurse në shëndetin fizik ka shumë benefite edhe në aspektin psikologjik, duke fillu prej uljes së nivelit të stresit, sepse trupi jonë funksionon përmes energjisë të cilën e marrim përmes ushqimit. Dhe gjatë kohës sa ne jemi agjërueshëm, kur e kemi privu veten nga ushqimi, kemi mundësu që organizmi jonë me pas më pak energji, të cilën ai fillon e përdor energjinë që e ka brenda trupit për me funksionu. Po çka ndodh? Kështu ai kursen energjitë e tij dhe përdor energjinë vetëm për gjanat e rëndësishme. Dhe deshtëm ma posdeshtëm, kjo bën që na t'jemi ma me kam në tokë, kisha me qujtë kështu emocionalisht, sepse nuk kemi ma energji me u marrë me gjana që s'janë të rëndësishme. Kjo ullë nivelin e stresit, automatikisht prodhohet ma pak kortizoli dhe gjatë Ramazanit studimet po tregojnë që prodhohen endorfinat që lirojnë, që janë përgjegjëse për hormonet e lumturisë, domethënë për ndjenjat e lumturisë, kështu që ne veç jemi më të qetë, e ulim nivelin e stresit, merrem me gjana që janë të rëndësishme, që janë bazike, sepse nevojat, kemi një hierarki të nevojave, që është për shembull, që ka përshkruar edhe Maslowi, dhe nevojat fiziologjike, nevojat për ushqim janë nevoja bazike. Nëse na jemi të rritur, nuk kemi energji me dasht, me pas nevojë për vet aktualizim. Do thënë, automatikisht bjen ajo intensiteti për me kërku na më shumë. Kjo ul nivelin e stresit. Sot shohim që stresi, ankthi, depresioni, çrregullimet e panikut janë probleme shëndetësore për cilat flitet shumë shpesh edhe njerëzit po vujnë. Atakohen shumë. Ka një rritje të këtyre problemeve në gjithë popullin, domethënë në barbotën, në përgjithësi jo vetëm tek ne.